Mirëmbrëma dashur teleshikues. Në pjesën e parë të programit sotëm do të flasim për infeksionet mykotike të lëkurës. Janë infeksione të bezdisme që krijojnë shqetësim, herkruarje, po mund të kthehen edhe në plagë. Do të mundohemi që t'ju japim këshilla të thjeshta se si të shpëtoni për këtyre infeksioneve, por ndonjëherë edhe ti parandaloni ato. Ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për sëmundjet e zemrës. Janë sëmundjet më të përhapura jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Dhe ne her pas here flasim për zemrën sepse duam që t'i gjendemi pranë teleshikuesve, me që të shumë prej tyre vuajnë nga këto sëmundje. Para se ta nis emisionin, zakonisht unë i falenderoj në fund të emisionit sponsorat tanë, po gjej rastin të falenderoj dy sponsorat e këtij emisioni, kompaninë EHV dhe unë e saj qafshtama, janë produktet e kësaj kompanie, e kemi fatin që edhe në Shqipëri të jenë me standarde mjaft të larta, pra që rrallë kompanitë të tilla shqiptare prodhojnë produkte të tilla. Ujin e saj të qafshtamës ne kemi gjithmonë prezent në studion tonë. Pra falenderojmë si sponsor i vjetër tradicional i këtij emisioni. Gjithashtu një sponsor tjetër është dhe Universiteti Katolik Zoja Këshillit Mirë, një universitet prestigjioz, ku edhe unë kam pasur fatin pra të studioj në këtë universitet dhe doja këshilloja çdo studenti shqiptar pra që të studion në këtë universitet. Ta nis me njëherë me doktoresh Entela Shkodranin, që është kthyer edhe në një mikesh e këtij emisioni. Doktoresh, faleminderit që pranuat ftesën tonë sërish. Sot do të flasim për mykun, pra infeksionet mykotike të lëkurës. Së pari, çfarë është myku dhe a është janë infeksionet përhapura në Shqipëri dhe tek pacientët shqiptarë që ju hasni çdo ditë? Infeksionet mykotike të lëkurës, ose në termin e përdiqëm që e njohin, që për cilën shpeshherë quajnë dhe njerëzit myku i lëkurës, po ti dëgjosh shpeshherë thonë që kam myk këtu, kam myk atje, janë infeksionet përhapura, mjaft gjëra, janë infeksionet që në përgjithësi prekin të 3 llojet e lëkurës, pra prekin lëkurën, prekin anekset e lëkurës, prekin flokun, prekin thojnë, e kështu me radhë, janë infeksione të bezdisura, nuk janë infeksione kronike në sensin e kronicizimit, por janë infeksione të cilat kërkojnë vëmendjen e duhur si nga dermatologu, ashtu dhe nga njerëzit, pasi kanë një skemë të caktuar diagnostikimi dhe mjekimi. Si përhapen? Janë ngjitse? Përpara se të filloj se si përhapen, se trajtoj këtë pikërisht të pjesë, unë do të them që infeksionet mykotike të lëkurës në radhë parë do i ndajmë në 2 kategori kryesore. Janë ato infeksionet të cilat kryesisht merren pra në kontakt me një objekt kontaminuar apo me një kafshë kontaminuar, dhe infeksionet mykotike që janë të vetë organizmit, sepse një pjesë e caktuar e mykrave që ne i quajmë mykra, janë pjesë normale e organizmit tonë, pra janë saprofit të lëkurës. Gjenden në lëkurën tonë, dhe në momentet caktuara kur krijohen ato kushte të favorshme që do t'i flasim, do t'i thejmë vonë, atëherë këto mikroorganizma aktivizohen, kthehen në patogjene, dëmtojnë pikërisht vendin ku janë lokalizuar dhe shkaktojnë infeksionet mykotike. Në kategorinë e parë futen infeksionet mykotike, të cilat mund të transmetohen nëpërmjet 3 mënyrave. O nga njeri smur tek një person normal, ose nga një kafshë smur tek një person normal, ose infeksionet që ne quajmë geofile, pra infeksionet që merren nga kontakti me tokën, aty ku një kafshë ka kontaminuar, ka defekuar dhe kështu me radhë. Kryesisht kjo ndodh ke fermerët, tek personat që punojnë tokën, tek kopshtarët, dhe transmetohet infeksioni mikotik pikërisht nëpërmjet kontaktit me tokën e kontaminuar. A kafshë shtëpiake, doktoresh? Keni hasur raste që t'ja kanë ngjitur pra këto kafshë? Është një nga infeksionet më të shpeshta kohët e fundit. Në vitet e fundit ne vëmë re një bum të personave që kanë kafshë shtëpiake, kryesisht qeni, macja, edhe kafshët që merren, domethënë kafshët që merren me blegtori, familjet që janë blegtor, lopa, viçi, delet edhe kështu me radhë. Por infeksioni më i shpeshtë është infeksioni që merret kryesisht nga macet shtëpiake, sepse në përgjithësi infeksioni mikotik tek këto kafshë qëndron i izoluar në pjesën e putrave, në pjesën e ku është thojë, në pjesën e putrave, mund të ndodhi që kafsha mund mos ketë asnjë ankesë, mund mos ketë asnjë problem, por e transmeton infeksionin mikotik tek njeriu, i cili sigurisht duhet diagnostikohet dhe duhet mjekuar nga dermatologu, jo me pomada që merret në farmaci, jo shkon në farmaci, merr një pomadë dhe mjekohu, sepse infeksioni mikotik ka një karakteristikë të veçantë.
Infeksioni mikotik është shumë i dallueshëm klinikisht nga ne dermatologët, por asnjëri nga ne nuk mjekon një infeksion mikotik pa bërë ekzaminimin mikologjik përkatës. Pra në qoftë se ti vjen ke unë dhe më thua, unë janë shfaqur këto njolla dhe unë dyshoj për një infeksion mikotik, është e domosdoshme që në radhë të parë të bëhet ekzaminimi mikologjik. Çfarë do të thotë? Me një lampë të vogël kruhet pak lëkura dhe mjeku laborant e shikon në një lampë të caktuar dhe përcakton nëse është pozitive, pra ka filamente të mykut apo s'ka filamente të mykut. Dhe përpos kësaj bën edhe mykogramon, pra kush nga antimikotikët, pra preparatet antimikotike që do marrë nga goja, është tamam i ndjeshëm për mykun përkatës. Në Shqipëri nuk ndodh asnjëherë kështu. Në Shqipëri ndodh që kur kemi një pull të lëkurës, një skuqje, një çik me një skuam që kruhet pak etj, shkohet në farmaci, merret një pomadë, vendoset pomada, vetëm atëherë kur pomada nuk funksionon, vjen ke dermatologu, dhe këtu qëndron pikërisht gabimi që këto infeksione mikotike pastaj përhapet. Sepse në momentin që është vendosur pomada, ekzaminimi mikotik nuk mund të kryhet më, ose duhet një kohë gjatë pushimi, dhe si rrjedhim pacienti mjekohet me terapi intermediare, do të thënë që merr mjekim lokal, por nuk merr asnjëherë mjekim oral, mjekim nga goja. Ndërsa infeksionet mikotike që të mjekohen rrënjësisht, plotësisht, e kanë nevojshme patjetër një ekzaminim mikologjik dhe njëkohësisht përgjigjen për të marrë dhe mjekimin nga goja. Vazhdojmë flasim për pjesën e transmetimit, pra thatë janë dy grupe. Pra, janë tre grupe, janë tre kategori, do më thënë sipas faktit që transmetohet nga njerëzit, nga kafshët ose nga toka. Nga ana tjetër, thash njëkohësisht që janë edhe tre forma të ndryshme të sëmundjeve mikotike që prekin lëkurën, thonjt edhe anekset e lëkurës. Dhe e treta që ka shumë rëndësi ke mënyra transmetimit është që jo çdo njeri është i predispozuar për të marrë një infeksion mikotik. Në përgjithësi e marrin më shpesh fëmijët e vegjël, që kanë pak a shumë të brisht barierën kutane, e marrin të moshuarit, dhe sidomos të moshuarit që mbartin patologji të tjera shoqëruese, për shembull që kanë insuficiencë venoze kronike, që kanë diabet, që kanë artrite, pra që kanë në përgjithësi probleme me qarkullimin e këmbëve dhe si pasojë ndërto mund të mbi vendoset në çdo moment një infeksion mikotik. E marrin personat që kanë bërë kortizonik për një kohë gjatë, që kanë sëmundje të tjera shoqëruese, gjithashtu e marrin dhe personat e imunosupresuar. Pra personat që për një arsye o kanë një patologji maligne ose kanë marrë imunosupresor për një kohë të gjatë ose pacientët me dializë. Të gjithë janë personat të cilët janë shumë të predispozuar për të marrë një infeksion mikotik. Mosha ka të bëjë, do të thashë që ka të moshuar. Fëmijët e vegjël edhe të moshuarit janë më të predispozuarit për të marrë infeksione mikotike. Si shfaqen, doktoresh, në çfarë zona të trupit dhe i dallon dot për shembull dhe teleshikuesit kuptoj pak a shumë. Atëherë, në varësi të lokalizimit të infeksioneve mikotike i ndanë në kategori. Edhe regjis kemi disa imazhe në fakt që mund të jetë. Ky është imazhi tipik i një infeksioni mikotik të lëkurës së lëkurës që ka si karakteristike. Pra në zonë të trupit çka ka karakteristike? Infeksioni mikotik në përgjithësi është shumë i kufizuar. Është një eritem e vogël, pra një element i vogël i skuqur mbi lëkurë, i cili ka bordurën e ngritur dhe qendra në përgjithësi është më e qetë, është më e regreduar, ka si karakteristike ca si skuama të vogla, pra si pezza të vogla në sipërfaqe. Fillon një element i tillë i parë dhe pastaj fillojnë të përhapen dhe elemente të tjerë. Në këto raste, në varësi të lokalizimit bëhet edhe mjekimi. Kur është një vatër e vetme dhe ne shpeshherë japim mjekim lokal. Kurse kur e shikojmë tendencën e një tinje të tillë që të gjeneralizohet në gjithë trupin, pastaj kërkojmë patjetër ekzaminimin mikotik. Një formë tjetër është forma që prek në përgjithësi palat, ke djem të rinj ose keni vënë në pjesën rreth e përqark kofshëve, vjen re disa si harqe të kufizuara mirë, si të prera mirë, lëkura e shëndosh me lëkurën normale, janë disa si harqe të skuqura, të cilat kruen shumë, janë shumë të skuqura, shumë të bezgjithshme dhe ka disa faktorë favorizues, për shembull fërkimi i kofshëve njëra me tjetrën, ose djersitja e shtuar, ose qëndrimi për një kohë të gjatë, ecja për një kohë të gjatë, palestra, diçka të tillë, shkakton pikërisht ose lagështia.
në personat në përgjithësi që bëjnë banjë, që nuk fshihen mirë, sepse uji dhe lagështia shpeshherë janë faktor favorizues i një infeksioni mikotik. Kjo është një formë tjetër. Një formë tjetër është karakteristika që quhet këmba e atletit ose këmba e pushtarit. Nuk është në këtë, është ajo. I kemi të prekja karakteristike. Sa të na i japin. Po, kjo është ky më duket si kjo është për trupin. I trupit. Është karakteristike është gishti i 4 dhe gishti i 5 i këmbës dhe shpesh herë dhe lëkura rreth e përqark, pjesa plantare e këmbës. Ky është një myk i thojt. Dhe ky më tepër vjen trend personat që kanë probleme me qarkullimin, sigurisht e thash. Pa ka dhe në thua? Po, shumë moshat e caktuara, ose personat që kanë hasur në piscina, në ambiente që kanë lagështirë, në plazhe etj, një infeksion mikotik dhe gjithashtu ato mund ta marrin një infeksion të thojt, ose në personat që punojnë për estetik, që bëjnë manipulime të thojt, nëse nuk disinfektohen ai sa duhet ato pajisjet, atëherë mund të transmetohen. Ky është infeksioni i këmbës që unë sapo ju thash, që quhet Ryshetinja pedis, pra është këmba ushtarit. Kjo krijohet nga dirsat dhe nga lagështira e këmbës dhe shumë e shpesh është tipike tek djemt apo vajzat e reja që përdorin përgjithësi atlete gjithë ditën ose këpucë që nuk janë poroze, që nuk kanë atë djersitjen, që nuk lejojnë atë aerosin e dur, çorape jo pambukur, çorape sintetike, por ka si faktor kryesor hiperhidrozën. Pra, djersitjen e shtur, ai që djersit shumë, ai që ka e mban këmbën hermetike gjatë gjithë ditës, në fund të natës, në fund të ditës para se të fler gjumë do vëre që në pjesën e fundit të gishtave 4 dhe 5 krijohet kjo çarje e lëkurës, çahet lëkura dhe krijohen këto si pezza të vogla që sikurse i shikoni. Mbas është mirë, ka dhe thënë për këtë që tek kputucët duhet investuar goxha. Po, sepse janë nga rrobat, se fundi e rrobat letka janë. Edhe po te këmba në fakt duhet treguar kujdes, vetëm për infeksionet mikotike, por edhe shumë. Po për çdo gjë, dhe tesin mirë, anatomia e tjerë ka shumë. Patjetër. Edhe kjo është infeksioni mikotik i thojt, që karakteristike është që thoj fillon të humbet lëmushmërinë, të dukshmërinë, bëhet një thuaj trash, fillon edhe ngrihet pjesa thojt, bëhet i verdhë ndonjëherë, qahet, karakteristika. Mungesa higjienës tek bëjmë dhe një mesazh dhe një thirrje. Për pjesën e infeksionit të stinës të këmbës, disinfektimi i pajisjeve me të cilat punohet, shpeshherë infeksionet mikotike të duarve dhe të këmbëve, edhe në mosha të reja, merren pikërisht nga mos disinfektimi këtyre pajisjeve me të cilat manipulohet. Imagjinoni që myku është vetëm një nga rreziqet, po mund të marrin dhe infeksione të tjera, hepatite, sida. Unë besoj se duhet të jenë në përgjithësi një përdorimshme, domethënë ato veglat duhet disinfektohen për të tjerë, sepse nuk besoj që të jenë. Arsye tjera të thoj? Arsye tjera të thoj, thash që të moshuarit mund të jenë problemet e qarkullimit, pra diabeti, venat varikoze, neuropatit e këmbës, gjitha këto smundje tjera dytësore të moshave, të një moshe të caktuar që shkaktojnë problemet qarkullimit të gjakut, mbylljen e qarkullimit vazal dhe shkaktojnë pikërisht infeksionet. Një tjetër formë e infeksioneve mikotike është infeksionet mikotike të kokës të fëmijët e vegjël, edhe kjo është shumë e bezdisur sepse janë infeksionet gjata që kërkojnë mjekime me antimikotik nga goja, sikurse dim preparatet antimikotike në disa individë, jo në të gjithë individët, por në individët që kanë një lloj predispozite mund të shkaktojnë probleme të heparit, pra të mëlçisë, sidomos tek personat që kanë patur për shembull një hepatit më përparshëm dhe nuk janë kuruar, dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm përpara se të fillojmë antimikotikun nga goja. Duhet patjetër bërë një provë heparit ose një eko e heparit ose një provë heparit për të parë dhe enzimave hepatike, për të parë nëse mëlçia ka psuar në dëmtim të përparshëm apo jo, dhe vetëm atëherë jemi të sigurt në fillimin e këtyre preparateve antimikotike. Tek flokët e kokës tek flokët është manifestohet ndryshe, manifestohet në një pull në cilën mungon floku. Dhe shpesh herë diagnoza diferenciale jon është me alopecin, pra me mungesën e flokut në një region të caktuar. Ne si dermatologët dallojmë për njerë, sepse në alopeci nuk ka fare flok në atë vend. Pra lëkura është komplet pa fije floku. Në rastin e një tinje të kokës, ka pjesa të vogla të pika të zeza,
apo dhe flok të këputur në masi të ndryshme. Pra nuk është komplet e bardhë dhe ka dhe një si skuam të lehtë në sipërfaqe. Ndonjëherë ngatrohet edhe me rrjebullën e kokës, me dermatitin atopik, ndonjëherë me dermatitin seboroik të kokës, dhe këtu është e domosdoshme bërja e ekzaminimit mikotik për të vendosur diagnozën. Kjo ishte një formë e infeksionit mikotik të kokës që është sipërfaqësor. Ekziston dhe një formë tjetër që del si një gjëndër e saktuar në kokë. Kjo është totalisht e ngatrueshme, quhet ndryshe tinea capitis profunda apo kerioncelsi. Është e ngatrueshme nga të gjithë. Ndonjëherë dhe kush nuk e ka parë, si dermatolog e shohim shpesh, por kush nuk e ka parë e mjekon si një infeksion banal. Pra si një gjëndër, le themi si një forunkull, një karbunkull e vendosur në kokë, sepse ka si karakteristike që rrjedh shumë qelb. Në fakt është një infeksion mikotik i kokës dhe mjekimi vetëm është mjekimi me antimikotik. Të gjitha mjekimet e përparshme që mund t'i bërë fëmijës me antibiotik, me skema të ndryshme antibiotikësh janë të panevojshme, janë vetëm për të mjekuar një mbivendosje bakteriale më sipër, por mjekimi bazë është mjekimi antimikotik. Po në duar, doktore, shfaqet? Në duar shfaqet më tepër kandidoza e duarve. Tash infeksioni mikotik mund të prekur çdo pjesë të trupit, nuk është se ne e përjashtojmë. Mund të kemi një vatër. Këto janë? Kjo është ajo që ne quajmë tinea manum, është një patologji e veçantë që prek si dorën dhe këmbën. Karakteristika është që të dy duart bëhen lëkura bëhet shumë e trash, lëkura është hiperkeratotike dhe fillon edhe çajen dhe krijon disa si brazda. Edhe ky është një infeksion mikotik i cili do kërkon ekzaminim mikotik, por e rëndësishme është që dermatologu apo dhe mjeku i familjes ta diferencojë me 2-3 patologji të ngjashme të lëkurës që janë shumë të ngjashme me të, o me psoriazën ose me ekzemën hiperkeratotike. Në këto raste, mjeku familjes duhet patjetër t'i kalojë dermatologut, mos kalojë direkt në mjekimin lokal, sepse mjekimi lokal unë i thash që fshen në farë mënyrë smundjen edhe infeksionin mikotik. Kjo është një patologji që mjekohet, trajtohet, nuk është patologji kronike, ndërsa ekzema dhe psoriaza janë patologji kronike, që pavarësisht se ti e mjekon, riakutizohen në kohra saktura dhe kjo është shpeshherë diagnoza diferenciale përveç ekzaminimit që ne bëjmë si dermatolog. Ka ndonjë zonë tjetër që na ka mbetur pa përmendur? Ka zonë tjetër, mund të jenë zonat genitale, kandidozat, kryesisht vulva vaginale, ose balanitet kandidozike, dhe këto janë infeksione mikotike, kandidozike, të cilat duhen trajtuar. Ajo që nuk trajtuam, që nuk prekëm, është pitiriazis versicolor. Është një infeksion mikotik i lëkurës, besoj se të gjithë keni parë në plazh, njerëz që kanë si vatra të bardha, që lëkura është e depigmentuar, pra në pjesën e mbrapsme të kurizit nuk kanë atë lëkurën uniforme, sepse kur merret rezatimi diellor, këto pjesët që preken nga infeksioni mikotik nuk pigmentohen dhe lëkura duket si lëkurë kamaleoni, pra këtu e bardhë, këtu kafe, kështu me radhë. Janë pitiriazis versicolor, nuk është një infeksion mikotik që transmetohet, është një mikroorganizëm që rron në lëkurën tonë. Por kur krijohen kushtet e favorshme, djersa, lagështia, kryesisht fillon në pranverë, kur fillon të djersitet më tepër organizmi, ky mikroorganizëm aktivizohet në lëkurën tonë, ka si predispozit gjithashtu edhe yndyrosjen e lëkurës. Pra ndodh më tepër në personat që kanë lëkurën e yndyrshme, fillojnë dhe shfaqen këto sinjolla kafe, fillimisht janë kafe, kanë një si skuam të vogël, pra pedës në sipërfaqe. Në momentin që nuk janë të trajtuara dhe ekspozohesh në diell, këto njolla nuk pigmentohen dhe duket pikërisht ky diskolorimi i lëkurës shëndosh me lëkurën e prekur. Doktoresh, tek pjesa diagnozës të përmendet pak pra pjesën ku bëhet gabim nga shumë njerëz, por edhe nga mjekët e familjes se mund t'i çojnë direkt tek farmacisti. Pra edhe një herë diagnoza e saktë. Diagnoza vendoset vetëm me ekzaminim mikologjik. Pra bëhet në laboratore specifike, ku ka mjek të specializuar enka, të cilët bën diagnozën me ekzaminimin direkt. Po duhet të shkojnë pacientët e dermatologu dhe ai. Dermatologu i shef dhe pastaj i jep ekzaminimin. Dhe ekzaminimi direkt, që bëhet direkt e kruhet lëkura dhe shikohet mikroskop, pastaj erdhe kultura që bëhet.
Këto janë 2 ekzaminimet bazë që ne kërkojmë dhe në rastet se nuk mund të bëhet ekzaminimi për X arsye, për shkak se është trajtuar për një kohë të gjatë, kështu pastaj ne bëjmë biopsinë kutane, që biopsia shpeshherë kur ne e themi të merrohet në biopsia, në fakt biopsia për ne dermatologët është e vetmja mënyrë për të vënë diagnozën. Pra merret një pjesë e materialit në anestezi lokale dhe çohet në ke histopatologu për të vënë diagnozën. Dhe në këto raste dhe ne jemi të qartë për diagnozën dhe njëkohësisht dhe pacientit dhe mbi të gjitha është kjo që unë thash që infeksionet mikotike duan antimikotik nga goja, për shembull infeksioni mikotik nga thoji do 3 muaj trajtim. 3 muaj antimikotik në mënyrë sistemike çdo ditë. Duhet jemi shumë të kujdesshëm nëse kemi përballë një individ të shëndosh apo jo. Pra personi duhet patjetër të jetë i siguruar që ky është një infeksion mikotik që duhet ta marrë antimikotikun nga goja dhe ne jemi të qartë dhe pacienti është i qartë që duhet të trajtohet në këtë lloj mënyre. Pa kaluar tek trajtimi, në rastet si fillojnë zakonisht me kruarje dhe kur nuk trajtohen, kthehen në plagë, të shërueshme, të pashërueshme? Jo, nuk kanë kruajtje. Kur del fillimisht një infeksion mikotik, del thjesht si një puçre lehtë, si një skuqje, si një lezion i vogël i lëkurës, i skuqur, që vetëm kur fillon dhe ekzematizohet, fillon edhe kruhet. Nuk ka si karakteristike ato kruarjen e fortë etj. Jo, nuk ka ankesa tjera. Në momentin që është lokalizuar në rreth e përqark në hapësirët rreth kofshës për shembull, ajo është një pjesë që në përgjithësi ose balanitet apo kandidoza vulvovaginale të gratë, ajo i jep një lloj kruajtje, një lloj bezdije, një lloj pickimi në zonat caktuara, okay, që janë zona që fërkohen, që shpesh herë për shkak të banjave të shumta. Ndërsa një tinja, sikurse dhe kokës, pra dhe një infeksion mikotik i kokës së fëmijëve të vegjël nuk ka ankesa subjektive. Ajo duket e qartë pastaj kur fillon edhe ngel kjo pulla, apo kur fillojnë të dalin elementet e tjera, atëherë drejtohen te dermatologu, po nuk ka ankesa subjektive. Të kalojmë te trajtimi. Trajtimin e përmendëm, trajtimi bazë, në qoftë se është një element i vetëm, për shembull, le të themi, infeksionet mikotike të këmbës, këmba atletit, apo këmba ushtarit. E quanin këmba ushtarit sepse ishte shumë e shpeshtë tek ushtarët një kohë që i lidhin me pece ato këmbët edhe vishtin kambale dhe për shkak të hermeticitetit të këmbëve, djersisë e këmba dhe mbi vendosi infeksioni mikotik. Ktu nuk është e nevojshme që të merret antimikotik oral, sepse është një infeksion që gjithsesi do ripërsëritet. Apo pitirazis verzikolor. Dhe për këtë nuk është e nevojshme të merret antimikotik oral, në përgjithësi shampo, kremra, gjëra të këtij lloji kalon. Ndërsa në rastet e infeksioneve mikotike, për shembull tinja të trupit, apo tinja të kokës, apo kandidozat vulvovaginale, balanitet vaginale, ato patjetër kërkojnë trajtim. Trajtimi në përgjithësi është antimikotik. Të thashë bëhet antimikograma, pikërisht për të parë se kush nga antimikotikët, sepse ka një sër të gjerë antimikotikësh, që i përkasin kategorive të caktuara, gjeneratave të caktuara, zgjidhet antimikotiku dur që është i pranishëm për llojin e mykut që e ka shkaktuar. Se lloji i shkaktarëve që japin infeksione mikotike, më beso, është shumë i gjatë. Shpesh herë ka dhe nga ato që janë rezistent karshim mjekimit, duhen bërë kombinime të antimikotikëve, nuk është kaq kollaj mjekimi një infeksioni mikotik. Por nuk është smundje kronike. Jo, ndërsa në rastin kur kemi një shkaktar, patjetër do eliminuar dhe shkaktari, për shembull tek infeksioni që shkaktohet nga kafsha shtëpiake. Nëse nuk mjekohet kafsha shtëpiake, nëse nuk çohet ke veterineri, trajtohet edhe kafsha shtëpiake, ai është burimi i infeksionit dhe prap mund të rimerret infeksionit te pjesëtarët e tjerë të familjes. Pra duhet patjetër gjetë burimi, eliminu burimi edhe pastaj ose infeksioni ke mjelset, ke njerëzit që mielin, ke lopën apo kafshë të tilla patjetër do trajtuar nga veterineri dhe pastaj duhen trajtuar edhe njerëzit. A rikthehen? Ka raste që ne shërohemi pra dhe Në qoftë se infeksioni mikotik nuk mjekohet si duhet dhe në rast se personi është i predispozuar ka ato kushte që ne thamë që është imunosupresuar etj, po dhe mund të rikthehet. Në rast se mjekohet siç duhet dhe në rast se ndjek pastaj edhe këshilli i dermatologut që mbasi ka mbaruar infeksionin mikotik të bëjë një analizë rikontrolli. Pra ne bëjmë prap një ekzaminim të mikotik për të parë nëse është negativizuar apo jo, atëherë dhe mund të rikthehet. Nuk është rikthim, po është vazhdimësi e infeksionit, pra mos trajtimi i mirë. Por mundësia që ti të rikontaktosh prap të infeksion mikotik si herën e parë, më duket pak sa si e rrallë. Po kur nuk e trajtojmë, pra janë pacientët neglizhente dhe lejnë që të zjasë. Atëherë vatrat përhapen, vatrat infektohen, vatrat ekzematizohen. Pastaj nuk bëhet më fjalë për trajtuar thjesht një infeksion mikotik, po do trajtosh një infeksion mikotik të infektuar, të ekzematizuar edhe kështu me radhë.
Pra është mirë t'i kushtojmë rëndësi, se ndonjëherë ka dhe që një neglizhencë. E rëndësishme është, të ndërprerja më fal, e rëndësishme është një gjë që duhet kuptojnë njerëzit. Një infeksion mikotik nuk mjekohet duke shkuar në farmaci dhe marr preparatin e parë antimikotik. Nuk e zgjidhur asnjë lloj gjëje. Ti nëse e di, i e trajtuar, i diagnostikuar, e di që ke një tinja, pra një infeksion mikotik të këmbës, dhe e di që mjekohet në këtë lloj mënyre, dakord. Po në rast se është diçka e re, pa trajtuar, patjetër një takim mjek familje, dermatolog, vër diagnozën siç duhet dhe pastaj vërtet trajtimi sipas skemës. Dhe në fund, i tham disa gjëra në lidhje me parandalimin, po sa këshilla si ta kemi stilin e jetesës e tjerë që t'i parandalojmë. Stili i jetesës janë pikërisht eliminimi këtyre faktorëve që e predispozojnë infeksionin mikotik. Për shembull, zgjedhja e këpucëve të duhura, zgjedhja e atleteve të duhura, përdorimi i çorapeve të pambukut. Te personat që djersisin shumë të ndrohen rregullisht çorapet, të merren pudra ose solucione antimikotike të përdoren në darkë. Në momentin që bën një banjë, duhet jemi të kujdesshëm që të thajmë çdo pjesë të trupit dhe të mos lëmë djersë dhe lagofti sepse janë faktorë të predispozues për infeksionin mikotik. Djemve i them shpesh herë që kur kanë mbathjet që presin lëkurën në lloj mënyre të përdorin bokse të gjerë në mënyrë që lëkurat aeroset mos jenë rrobat një faktor që predispozon apo rroba të ngushta për infeksionet mikotike dhe për qark sqetullave. Këto janë rregullat përgjithshme. Personat që kanë pitiriazë verzikolur, pra të infeksionin mikotik të shpinës apo të gjoksit që unë e thash, e din që kanë pitiriazë verzikolur. Sa po fillon periudha e pranverës, se fillojnë trajtohen që në momentin e parë me shampon apo me kremin specifik, në mënyrë që infeksionit mos përhapet. Doktorë, si gjithmonë është një kënaqësi që kemi në studio dhe ju mirëpresim sërish në emisionet. Faleminderit. Dashur teleshikues, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, na ndiqni vetëm pas pak do të flasim për sëmundjet e zemrës.